derisa nuk kemi së paku 2 kandidat që kanë siguruar mbështetjen e nevojshme prej 30 deputetësh, unë nuk mund të thras seancë për zgjedhjen e presidentit. Kjo konferencë përmbahet në një moment vendimtar, kur përgjegjësia institucionale dhe respektimi i afateve kushtetuese janë thelbësore për stabilitetin e vendit. Ju njoftoj se në cilësinë e kryetares së Kuvendit, deri në këtë moment kam pranuar vetëm një kandidaturë për president. Kjo kandidaturë është propozuar nga 30 deputet nënshkrues. Sipas dokumentacionit zyrtar që unë kam para vetes, një pjesë e deputetëve nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, si dhe disa deputet nga grupi multietnik, ka nominuar zotin Leu Konjufca për kandidat për president të Republikës së Kosovës. Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në veçanti në interpretimin e dhënë nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, procedura për zgjedhjen e presidentit kërkon që në proces të jenë së paku 2 kandidat të vlefshëm. Procesi i votimit nuk mund të fillojë pa u përmbushur ky kusht themelor procedural. Të nderuar gazetar, zgjedhja e presidentit është një akt me peshë të jashtëzakonshme, kushtetuese dhe politike. Roli i deputetit në këtë proces është thelbësor. Deputetët nuk janë vetëm përfaqësues politik të subjekteve të tyre, por përfaqësues të drejtë për drejtë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Përmes nënshkrimit të një kandidature, ata mundsojnë hapjen e procesit demokratik të zgjedhjes, duke kontribuar kështu në funksionimin normal të institucioneve në Republikën e Kosovës. Mosveprimi në një moment të tillë nuk është thjesht një qëndrim politik, por ka pasoja të drejtë për drejta në përmbushjen e detyrimeve kushtetuese të Kuvendit. Si rjedhoj, derisa nuk kemi së paku 2 kandidat që kanë siguruar mbështetjen e nevojshme prej 30 deputetësh, unë nuk mund të thras seancë për zgjedhjen e presidentit.